Nga data 19/3/2014, punëtorët e administratës të njësive akademike në kuadër të UP-s kanë marrë vendimin të hyjnë në grevë të përgjithshme, e cila në fillimin e saj rezulton me moskryerjen e punëve të përditshme administrative, dhe varësisht nga rrjedha e situatës, ajo mund të zgjerohet edhe të aplikohen edhe forma të tjera të revoltës, e cila është pasojë e një hegemonie e cila është e manifestuar ndaj strukturave të punëtorëve të administratës në kuadrin e njësive akademike, duke qenë të diferencuar nga pjesa e administratës qendrore e UP-s. Varësisht, do të thotë, nga përgjigjet e subjektit juridik, do me thonë Universitetit Prishtinës, në të cilën vitin 2020, që thash, jemi integruar në mënyrë të pavullnetshme, do ta shohim, do me thonë, në reagimin e tyre dhe më pastaj. Kërkesat tona do të radikalizohen edhe më ndryshe. Një nga format e para do të jetë kërkesa që të bëhet dezintegrimi i administratës, respektivisht i njësive akademike, dhe ato të jenë subjekte juridike. Duke pasur parasysh punën të cilën e bëjnë administrata në shtetit tonë, atëherë besojmë që edhe kërkesat e tyre nuk bien ndesh, do me thonë në këtë konkretisht të cilën po e bëjnë këta. Ne besojmë që në rast se kërkesat e këtyre punojësve të fakultetit realizohen dhe mirën parasysh nga organet gjetse, atëherë edhe puna e tyre do të jetë më efikase dhe do të jetë më efektive.